Selam aleikum, me motrat nuk flas për shkak se përzihen mes meje dhe burrit. Xhelozia po çka? Aleikum selam rahmatullah. Për mos më prish me motrat, është mirë me majt distancë edhe mes motrave dhe bashortit. Shpesh njerëzit përzihen ma shumë se çka duhet motrat mes vete, me burrat e tyne, baxhanakët edhe din çdo detaj, edhe kjo sjell pasaj deri te ajo që vjen deri tek konflikti te xhelozia. Prandaj është mirë me majt vetëm anën zyrtare. Ti me motrat tua më u taku, nëse ato përzihen, ti mos me leju mi dit detajet e jetës tonë dhe burrit tan me shku vetë zyrtarisht. Mos mu taku shpesh. Jo me ne njëjtën dhomë e për ditë mu taku baxhanakët e motrat edhe hi tu keshe, tu tepru në gjana, pastaj vjen dhe xhelozia, ta din çdo detaj, ndoshta ti ke kushtet ma mirë, jetën ma mirë se sa ata me burrin tan, edhe xhelozojnë. Vetëm zyrtarisht kur takoni, joreni veç, ata le të rrinë veç, ose takoni vetëm ju motrat te prindët e juj, ose shkoni te njëra tjetra, nuk ka nevojë, dil drejka, dil darka, dil pastaj më ardh deri te kjo. Deri te xhelozia ose te përzimja. A mund tjetë xhelozia, po çka unë nuk e di. Mund tjetë edhe fitne, mund tjetë sprovë, mund tjetë xhelozi. Astaghfirullah, ka herë mund me lindë edhe dashuri e haram e ndalume. Normal, kur rrin me burrin e motrës për ditë gati, shejtani s'ka punë tjera. Tash nuk du me dalë dikush edhe më thonë, qa të thonë ky? Unë nuk menaj, le ato palavra. Le ato palavra. Shejtani punë tjetër s'ka, shejtani nuk thot që u fale sabajnë. Shejtani nuk thot ule shikimin. Nuk thot e lexo Kur'an. Çto sene i ka? Me personat që të rrinë ma shpesh, e ku e di qka, e vjen edhe bën. Prandaj, i këshilloj motrat mes vete, ta mbajnë afërsinë si motra. Mos të hynë mes tyne me i prish burrat e vet. Rregullat islame pejgamberi alayhis salam na ka tregu se ka disa persona që na i trajtojmë si të afërt, ata mund të jenë vetë vdekja për me prish një familje, për me prish një jetë bashkëtorë, një dashuri mes njerëzve, një dashuri halal. S'ki nevojë. Mani kufit e Zotit Azza wa Jall, edhe jeni rahat. Edhe nuk lindin këto probleme. Që ato që ka afru Zoti, afroje. Ato që ka majt Zotin në distancë, maje në distancë që duhet me majt, edhe ki më konë rahat. Allah mustë.